أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë edhe sot në këtë mezhlis të rregullt të hoxhës së nderuar Muharrem Efendi Ismailit, i cili në këto mezhlise mundohet që besimtarëve t'u afron librin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe në këtë vazhdim të këtyre ligjëratave dhe ne sot do vazhdojmë me diçka prej porosive kuranore. Realisht do të vazhdojmë të japim disa sqarime shtesë të një sure së shkurtër të Kuranit fisnik, për të cilën sure kemi folur para 6 viteve parafërsisht. Bëhet fjalë për surën El-Kauthar, ku Allahu i Madhreshëm pas thënjes a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, thot inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Zakonisht kur lexohet Kur'an fillohet me isti'adhen, kërkohet mbrojtje tek Allahu Dhu Xhelal nga shejtani i mallkuar. Allahu Dhu Xhelal në Kur'an thot: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billah." Lexosh Kur'an, kërko mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Sepse ai mundohet me të pengu në leximin e Kur'anit dhe në kuptimin e mesazheve të ajeteve kuranore. Rregulli i dytë është që të fillohet të lexohet Kur'an pasi që të themi besmelen. Bismillahirrahmanirrahim. Besmeleja, bismillahi, është pjesë e Kur'anit fisnik, është ajet për ajeteve të surës An-Naml. Innehu min Sulejmana wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letër është nga Sulejmani alayhis salam dhe fillon me bismillahirrahmanirrahim. Kështu që për rregullave të leximit të Kuranit është që të fillojmë me isti'adhen dhe besmelen. Këto janë emërtimet e shkurta. Kur besëm me thonë thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, thuaje isti'adhen, edhe thuaje besmelen, edhe fillon me leximin e ajeteve kuranore. Inna, ne me të vërtet ty o Muhammed të kemi dhonë Kautheri. Kautheri lumi i xhenetit. Apo të kemi dhonë shumë të mira. Fasalli li rabbika wanhar, e pasi që të kemi dhonë shumë të mira, ti falu për Zotin tan dhe therr kurban, inna shani'aka huwa al-abtar. E ata që të akuzojnë ty, të shajnë ty, ata, dhe më thonë që të shajnë se je farsosur, je patrashëgimtar, ata janë farsosur, farhumbur, ata do ngelen askund. Ne 2019 në nëntor, në këtë xhami kemi mbajt një mezhlis ku kemi folë diçka në lidhje me këtë sure dhe kemi dhënë disa sqarime në lidhje me të. Ato sqarime ne tani do i kaloj, nuk do i përsërisim, andaj që ngelet detyre juaj shtëpiake që me ju kthy atij asaj ligjërate, me ndëgju atë dhe pastaj më bashkangjit edhe këtë që do të themi sot me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal. Ne sot do mundohemi të paraqesim para jush disa porosi që kanë të bëjnë me sqarimin e ajeteve të këtyre ajeteve kuranore, po si porosi të rëndësishme të nxjerrura nga tefsiret e ndryshme. Për porosive
që vjen si koment i kësaj sure në ajetin e parë, inna a'tainaka, ne ty të dham Kautherin. Është interesant se dietarët e tefsirit nuk e përmendi epitetin, nuk tha ty o Muhammed të dham Kautherin, nuk tha ty o Resul të dham Kautherin, nuk tha ty o dietar të dham Kautherin, nuk tha ty o njeri i mirë të dham Kautherin. Pra nuk përmendi përshkrim, cilësi, ku që jep Allahu dhu Gjelal Kautherin. Dhe dhëtë, Kautheri, ky shpërlim i madh, ju dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pa ndonjë përshkrim. Çfarë do të thonë? Do thotë është dhuratë e veçantë, të cilën Allahu dhu Gjelal ja dha këtij njeriu, këtij personi, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhuratë e drejtë për së drejtë, që e meriton pozita e madhërishme e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra dëshirë dhe përzgjedhje e pastër e Allahut dhul Xhelal që ta nderon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me këtë nderim. Ashtu sikur se Allahu i zgjedh njerëzit mi bë pejgamber, ashtu sikur se Allahu e vendos me nda furnizimin tek njerëzit, ashtu edhe këtë dhurat Allahu e vendosi me adhon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh epitetet e tija që i ka, thjesht ishte dëshirë që Allahu të nderon këtë njeri me këtë dhurat. Në surën Zukhruf thot Allahu dhujët, nahnu qasamna, ne e ndam furnizimin mes njerëzve. Në surën Al-Hajj thot Allahu yastafi min al-malaikati rusula wa min an-nas. Allahu është ai që zgjedh pejgamber nga melaqet dhe nga njerëzit, do më thonë të zgjedhur, të dalluar, të dërguar të tij. Pra edhe Kautherin e zgjodhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e zgjodhi Allahu dhul Xhelal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për t'i dhënë Kautherin thjesht për ta nderuar ata. Andaj Kautheri nuk i jepet secilit. I jepet vetëm këtij njeriu, sepse ishte dhurat e madhe për Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë, që është e rëndësishme të përmendet, në këtë ajet tha Allahu dhe inna a'tainaka al-Kauthar. Në gjuhën arabe shkon me thonë inna a'tainaka al-Kauthar. Edhe në gjuhën shqipe kjo nuk dallohet. Andaj ka shumë djem që matli që kur lexojnë Kur'an vese me lexu inna a'tainaka alif ain ta ya na thojnë atejnake. Dhe nuk ka ain, nuk ka ta. Ka elif edhe ka ta meftuha. Jo ta. Në gjuhën arabe dhe më të shkojnë, është ndryshe për tjetërës. Fjala atejna, elif ain ta jana, edhe atejna, elif ta jana, kanë dallim. Megjithëse dyjat kanë kuptimin e dhanmes. Po e para a'tainaka ka kuptimin me dhon diçka të kufizume, a atejnake është me dhon diçka pa kufizume. Andaj ulemat kanë thonë, pse këtu e përdori Allahu dhul Xhelal këtë shprehje atejnake me ain edhe ta, dhe nuk e përdori shprehjen atejnake. Megjithëse kjo e dyta ka kuptimin më të madh se e para. Për shembull, kur Allahu dhul Xhelal flet në Kur'an për Sulejman alayhis salam, për shembull, wa ataahu Allahu al-mulk, ose wa laqad atayna Davuda fadla, minna fadla, na i dham Davudit dhunti për neve. Ose i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa atejnake seb'an min al-mathani wal Kur'an al-azim, kemi dhënë 7 përsëritura dhe Kur'an madhështor. Pse e përdori a'tajna, që është do më thonë me kuptim më të ngushtë, thënë ulemat se kjo që ja ka dhënë Allahu dhul Xhelal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
është dhurat e cila ka specifik. Dhe kjo specifik del në shesh, dhe më thonë se është një bujari, fisnikri, të cilën Allahu Dhu Gjela jep, dhe që nuk ka fund. Është e vazhdueshme, dhunti e vazhdueshme që Allahu Dhu Gjela jep Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sikur se tha wa a'ta qalilan wa akda, e kështu me radhë. Domthon ajete kuranore ku përmendet edhe shpreha e parë edhe e dyta, po secila e ka kuptimin e vet në rrethanat e caktuara. Edhe kjo vjen edhe neve na e vërteton edhe një herë atë që kemi thonë shumë herë gjatë shërimit të Kuranit, se të gjitha fjalët jo vetëm, po çdo shkronjë e vendosur brenda ajeteve kuranore e ka një kuptim shtesë. Edhe e bën dallimin në kuptim prej fjalës tjetër që se ka atë shkronjë. Dhe nga kjo, kush e kupton gjuhën arabe, e kupton mrekullinë e Kuranit dhe rëndësinë që ka çdo shkronjë brenda Kuranit. Edhe andaj edhe mësimi i leximit të Kuranit duhet të qenë me vëmendje të jashtëzakonshme. Nuk mësohet Kurani shkele shko. Nuk mësohet Kurani me gjuhë shqipe. Andaj i mëson shkronjat e gjuhës arabe, e mëson shqiptimin e shkronjave të gjuhës arabe, pastaj i mëson surat e Kuranit me shqiptim të saktë. Edhe atër leximi jot është i saktë. Përndryshe, ka mundësi që ti të mendosh se je duke lexuar Kur'an, realisht ajo që ti e lexon s'ka lidhje me Kur'anin, hiç. Andaj prej këtuit dalim të një mesele shumë e rëndësishme dhe insistojmë në të dhe bëjmë apel dhe mesazh të gjithë besimtarët që falen, besimtarët që e llogarisin veten që janë të udhëzuar për dy gjëra. E para, të gjithë duhet të dinë me lexu Kur'an. Është e turpshme, e patolerueshme në asnjë situatë, në asnjë rrethon, që dikush të bën 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet udhëzim e mos dije me lexu Kur'an. E kemi thonë të kalumen, e përsërisim përsëri për rëndësinë që ka, besimtari si të bën 1 muj, 2 muj, 3 muj udhëzim, do thotë që të i rregull në faljen e namazit, më njëherë duhet me filluar me mësu leximin e Kuranit. Kjo është apeli i parë. Domthonë të gjithë ata që nuk dinë me lexu Kur'an duhet më njëherë që nesër sabat të shkojnë te hoxha më i afërm që e kanë, edhe të regjistrohen për ta mësuar leximin e Kuranit. Mesela e dytë është korrigjimi një veprimi që e bëjnë disa njerëz nga marrja, nga turpi, nga inati, nga keqardhja. I ka bo 40 vjet, i ka bo 50 vjet, i ka bo 60 vjet, s'ka mësu me lexu Kur'an kur ka qenë i ri, kur ka qenë i vogël, e tash i vjen marrë, tash i vjen inati, me shku me ktep, me mësu Kur'an te hoxha me fëmijët. E ne i themi, Kur'ani vet nuk mësot, edhe mundohet ai mësën me mësu vet, nëpërmes kompjuterit, nëpërmes internetit, nëpërmes, do thot, elifit vet. E ne i themi, Kurani nuk mësohet vetë. Leximi i sakt i Kuranit nuk mësohet pa hoxh. Andaj kjo është rregull. Diturit fetare merren pe hoxhës, edhe hifzi, mësimi i Kuranit, leximi i Kuranit merret pe hafizit. Diturit fetare merren pe hoxhës, mushafi merret pe hafizit. Ndryshe nuk ka. Pse? Se ti kur lexon vet, duket vetja Abdusamet. Lexuesi më i mirë në botë. Bile, aq leximi jo duket i bukur për ty, saqë nis edhe me ngrit zonin, edhe me bërtit. Duket vetja se aq bukur lexon si Abdusameti në Kairo. Ata që ndëgjojnë anësh në shka ka që vërtet. As një shkojnë me tjetër së din me lidh. E kur të hunqesh para hoxhës, hoxha fillon me ti drejtu shkronjat e shtremta që i nxjerr. Qoftë ajo me haxhil huruf, shqiptimi i shkronjave,
qoftë ajo rregullat e tajvidit, mirë leximi i Kuranit, edhe lidhja e fjalëve mes vete brenda një ajeti kuranor. Andaj këto janë dy porosi dhe apele të mia. E para, sa të udhëzohesh, shko te hoxha, mëso me lexu Kur'an, nuk është vonë asnjëherë. Edhe nëse dikush ka udhëzim 5 vjet, ka udhëzim 10 vjet e nuk di me lexu Kur'an, nesër sabah le të shkoj te hoxha. Detyra e parë e tij, masi ta fal namazin sabahut, duhet me qenë me shku te hoxha me mësu me lexu Kur'an. E dyta, mos mashtrohet askush me mësu leximin e Kur'anit vetë. E me thonë valla une dola në mushaf vetë. Ti mund është elifin me kalu vetë, mund është me dalë mushaf vetë, ama me gabu, me vazhdu, me lexu Kur'an vetë, mos gabo se kur s'keme dalë selamet. Kur s'keme arrit me lexu Kur'an mirë. Kjo që shko te hoxha edhe ma shpejt edhe ma mirë inshallahu taala. Meselja e tretë, fasalli li rabbika. Këtu ka mujtë me thonë Allahu xhallahu fasalli lillah. Falu për Zotin, për Allahun. Po tha falu për Zotin tanë, nuk tha falu për Allahun, po tha falu për Zotin tanë. Pse përdori termin e Rabb, Zot, e nuk e përdori termin Allah? Megjithëse se emri Allah është emër më i madh, megjithë përfshirë se emri Rabb. Ulemat kanë thonë, edhe kjo është një gjë shumë e këndshme, shumë e bukur, thot e përdori termin e Rabb Allahu dhu xhelal në këtë ajet kuranor për me tregue se krejt të mira që ti ka dhënë Allahu ty janë nga kujdesi që ka Allahu për ty. Kur tha inna atayna kel kauthar, ne ta dhëm ti kautharin. Domthonë na kujdesemi për ty. E fjala Rabb, Zot, do thot mes tjerave ka kuptimin e pronarit, e ka kuptimin e zhvilluesit, e ka kuptimin e kujdestarit, edhe ka kuptimin e rritësit, edukatorit. Ky ajet në këtë formë, fasalli li rabbike, falu për Zotin tanë, tu e urnu në namaz drejt Allahu dhu xhelal, për Allahu dhu xhelal, ja kujton me një herë se duhesh mu farë se Allahu këtë kujdes, krejt këto të mira, ai ti ka dhonë ty. Andaj, ja për atë mu falë, ja për ka. Edhe këtë meselë kemi sharu në atë dersi i kalum, ku kena folë, se Allahu dhu xhelal do thot ja dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto të mira, edhe pastaj kërkoi për ti me u falë. Dhe të kemi treguar atë se namazi është mënyra më e mirë nëpërmes të cilit njeriu tregon falëndrimin e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ulemat kanë thonë edhe një meselë shumë bukur, thot këtu ky ajet nënkupton brenda vetes, e ka edhe një premtim të bukur se ashtu sikur se Allahu është kujdes për te deri sot, ka mu kujdes për te edhe nesër, edhe në të ardhmen. Fasalli li rabbike, nëse Allahu ta ka dhënë kautherin, edhe ti vazhdon mu falë për Zotin tanë, që ky Zot ka me vazhdu mu kujdes për ty edhe në të ardhmen tënde, edhe s'ka me të lënë ty vetë. Subhanallahu, këto janë kuptime që kur t'i lexojmë në surën Kauther vetvetiu si nxjerrim shesh. Ama ulemat, Allahu i shpërbleft, i kanë nxjerrë në shesh këtë mesele. Mesela tjetër, tha fasalli li rabbika wanhar. Fal për Zotin tan dhe therr. Të gjitha ajetet kuranore në brenda të gjitha ajetet ku përmendet namazi brenda Kuranit, bashkë me namazin, cili adhurim tjetër përmendet? Zekati. Mirë po këtë su përmend zekati, u përmend kurbani. Kjo është për ajeteve të ralla që ndryshon renditjen. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakat, për shembull, ata që e falin namaz japin zekatin. Këtu tha falu për Zotin tanë dhe therr kurban. Pse u përmend domethënë kurbani? Ulemat kanë thonë disa kuptime. E para,
ka thonë se qëllimi i namazit është namazi i Bajramit, edhe normal është me përmend kurbanin. Do namazi i Kurban Bajramit, edhe atë ditë kur të vish në xhami e therr kurbanin. Namazi dhe kurbani shkojnë një mas një. Edhe këtu janë përmend në këtë formë. Dikush ka thonë, jo, qëllimi është se mushrikët në Mekë ju lushin idhujve dhe thershin kurban për idhujt. Allahu Dhu Xhelal ka demantu këta dy veprime që i bëshin një mas një mushrikët në Mekë, tu i thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, faktikisht njerëzve në atë kohë, faluni për Zotin dhe therrni kurban për Zotin, e mos u falni për idhujt, e as mos therrni kurban për idhujt. Kjo është një pikë kuptimeve. Kuptimi tjetër është se njerëzit kanë thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam s'ka mujt me pas pronësi për kësaj bote asgjë, përveç asaj që ka qenë e nevojshme për te, andaj edhe s'ka pas zeqat. Kurse kurbanin e ka pas obligim, edhe është dash pa me therr kurban, andaj është përmend kurbani e jo zeqati. Edhe kuptimi tjetër që kanë ulemat, kanë thonë tek arabët deveja ka qenë kafsha ma e shtrenjtë, kafsha ma me vlerë. Edhe kjo është e vërtetë, sepse ju e dini deves i kanë thonë anija e shkretinës. Sikur se anija që të shpëton deti, ashtu devja të shpëton në shkretin. Udhton me shumë kilometra pa pas nevojë për ujë për ushqim. E të arabët do thotë deveja ka qenë një kafshë e madhe, e shtrenjtë, e rëndësishme, edhe kur të kërkon Allahu Dhu Xhelal prej tyre me therr devën, do thotë i teston në atë që ata mas shumë ti e respektojnë, e vlerësojnë. Edhe nëse ata e zbatojnë këtë urdhën Zotit, ata tregojnë se urdhni i Allahut për ata është më i madh se sa vlerësimi që kanë ata për devën. Andaj është përmend tu kurbani, nuk është përmend tu zeqati. Këto janë sharime që kanë thënë ulemaja në lidhje me këtë rënditje. Pse është përmend mas namazit kurbani e nuk është përmend edhe zeqati. Normalisht ajo që duhet me nënkuptua dhe me pas qartë është se këtë rast megjithëse folet për çdo namaz, por namazi i Bajramit është edhe më i apostrofuar në këtë rast, edhe normalisht nëse flasim për namazin e Bajramit, atë therrja e kurbanit është më afër mu lidh me namazin e Bajramit se sa, domethënë, zeqati. Gjithashtu, te ajeti kuranor fasalli li rabbika wanhar, fal për Zotin tanë dhe therr kurban, ulemat e kanë nxjerrë një konstatim dhe kanë thonë se çdo herë kur është momenti me kry adhurim me therrje të kurbanit, therrja e kurbanit është adhurim më i madh se me dhon vlerën e kurbanit sadaka. A e mundet veç këtë rregull? Për shembull, për kurban Bajram. Në vesin neve xhamati shpesh hoxha, unë du me therr kurban. Ama e kam një familjar shumë të varfën, a bën parët e kurbanit me ia dhon sadaka atij. Se me pare i nimoj ma shumë se me kurban, se me mish kurbani. Qa thëjnë jo? Shumica për jush kanë me thonë, nisaj është, s'ka gale, ndesh e therë kurban, ndesh e dhe e parët, nisaj. Bile, ndoshta me dhonë parë është ma mirë. Kështu me në njerëzit me mendimet e veta. Mirë për jashtë ka dhe një ulemat. Ulemat thëjnë, mës me paskon kurbani i apostrofum, i qëllim, si shpërmend Kur'an. Po mës i është apostrofu, është përmend qëllimisht, taksativisht, është veprim i qëllimt. Andaj në kurban Bajram, ma mirë është me therë kurban se me dhonë vlerën e kurbanit sadaka. është me rëndësi me kuptu këtë punë. E parë, e dyta. Në ka gëzu Allahu me evlat. Edhe une e kam obligim me therë akika, kurban falendrimi për evlatin që e kam. Njëtë, o gjo, a ban pare të akikës me dhonë sadaka se kam një familjarë të smund. A me therë kurban, që ka i themina? Njëtë që e me sile parë.
kurban me therr është më mirë se sa ato parë me dhon sadaka. Pse? Se këtë rast kurbani është veprim i qëllimt. Adhurimi ndaj Allahut bëhet duke e therr kurbanin, jo duke dhon parët sa vlen në kurban. Mesela e tretë, hoxha, jam nis me shku në hax, e kam bon jetë me bo haxhin temettu apo haxhin kiran. Këta në dy haxha që duhet me therr kurban. A bën parët e kurbanit mës me therr kurban atë në hax, me nimu një familje fukara këtë na. I thime në nuk ban. Pse? Se kurbanin e haxhit, a është adhurim në vete me therr kurban, i thut hedi. Andë na kemi udhije, kemi kurbanin e bajramit, kemi akika ose nesika, kurbanin e falëndrimit për evladin, edhe kemi hedjin, kurbanin e haxhit. E këtu janë kurbanet qëllimta. Në këtë rast, për shembull, kur të kish me bo ibadet me kësi llojet kurbaneve, ti duhesh me therr të kurbane, jo me dhon vlerën e tyre e sadaka. Andaj ulemat kanë thonë fa inna nafsa dhabhi wa iraqati demi maqsudun. Therrja dhe derdhja e gjakut të kafshëve në këtë rast është e qëllimt. Fa innahu ibadatun makrunatun bi salat, është adhurim i cili përmendet krahas namazit. Fa salli li rabbika wanhar. Ose thot Allahu dhe surën An'am ajetin 162, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbanim, jeta dhe vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe një mesele që puna e kurbanit me kafsh ka histori të gjerë, që nga koha e Ibrahimit alayhis salam, domthonë nuk është e veçantë vetëm për na muslimanët. Të gjitha religionet në botë kanë kurban. Edhe ata e respektojnë maksimalisht këtë ritual të sakrificës. Normalisht dikun hala sakrifikojnë njerëz. Të muslimanët fatmirësisht nga mëshira Allahu Dhul Xhelal s'ka sakrificë të njerëzve, po ka sakrificë të bagëtisë. Atherët deve, atherët lop, atherët dele, atherët dhi, cjap, do thot, çka do qoftë për këtyre, kafshëve bagëtis është halal. Fjala nahar, që është përmend në këtë ajet kuranor, zakonisht në gjuhën arabe thot therët lopa edhe delja dhabh, dhabiha, therët. A nahar është futet thika në gjoks, se nahar është gjoksi. Se devet, për shkak se janë kafshë të mëdha, edhe kanë qafën e gjatë, ti s'munësh me e therr. Edhe janë kafshë të forta, andaj është nahri. Nahri është hanxharin, thikën që është me dy katudjant me teha, i angul deves në fyt. Aty e therr edhe e rrezohet. Masane e pret, ja pret kokën në odhën. E kjo në nahar është. Edhe andaj kur therr dikush deve, të në zbon vagi, po në haç kur shkon dikush për shembull do me therr deve, e shef edhe aty këtë thertoria që është në Kabe në Mekë. Devet therrën në fyt. A delet se lop nuk ka atje, zakonisht ka dele, do therrën në fyt, kështu domethënë në qafë. A deveja do më thonë therët shpohet në fyt, pastaj prejet koka, e delja do më thonë therët ose prejet në qafë. Gjithashtu, në lidhje me ajetin kuranor fasalli rabbika wanhar, fal për Zotin tanë dhe therr kurban, Allahu Dhul Xhelal e ka urdhëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të bën bashkë këto dy ibadete të mëdha, namazin dhe kurbanin, që të dy këto adhurime simbolizojnë edhe shkaktojnë afrim të robit tek Allahu Dhul Xhelal. Zotë na i themi kurban. Kurbanit. Sa arabisht është udhhiya. Dhaha yudahi, do të thonë therr, sakrifikon. Sakrificë. Udhhiya ka kuptimin e sakrificës. Na trashëguam nga
perandoria osmane sakrificës kafshës që therrat për Zot i themi kurban. Pse? Se fjala kurban do më thonë kurb, arabisht është afërsi. Do thot nane përmes kësaj sakrifice i afrohemi Allahut dhul xhelal. Edhe qyt kurban. Edhe namazi e afron njeriu te Zoti, edhe kurbani e afron njeriu te Zoti. Andaj Allahu dhul xhelal në Kur'an çka thot në surën lexoj hafazi në rekatin e parë. Çfarë sure lexoj hafazi në rekatin e parë? Ha? Ikra. Ikra. Hajde, masha sun alaq. Hajde lexoj ajetin e fundit. Fasjud waqtarib. Bëj sejdë dhe afroje Zotit. Kurban. Dhe afroje Zotit. Andaj namazi të afron te Zoti. Edhe sakrifica kurbani të afron te Zoti dhul xhelal. Ulemat kanë thonë, nëpërmes namazit dhe kurbanit, njeriu e tregon modestinë e tij, i përulët Allahu dhul xhelal. Sakrifikon për Allahun dhul xhelal. Tregon nevojën e vazhdueshme të tij për Allahun dhul xhelal. Tregon mendimin e mirë për Allahun dhul xhelal. Tregon bindjen e paluhatshme të tij tek Allahu dhul xhelal. Tregon qetësinë e mendjes, shpirtit dhe zemrës së tij tek Allahu dhul xhelal, tek premtimet dhe urdhnat e tij. Dhe nëpërmes këtyre adhurimeve dhe kësaj sakrifice, njeriu do thot e mbron veten nga mendjemallësia, nga arroganca, nga të ndin veten të panevojshëm për Zotin, Allahun dhul xhelal e kështu me radhë. Pra, ai i bën sejdë Allahut dhe i afrohet atij, ai sakrifikon për Allahun dhe i afrohet atij dhe tregon për ulje karshi tij dhe kërkon vazhdimisht prej tij të mirat e tij. Do thot besimtari e kupton se jeta e tij është sakrificë për Allahun dhul xhelal. Edhe aty qëndron sekreti i suksesit të tij. Aq sa më tepër sakrifikon për Allahun, aq më afër Allahut je. Sa më afër Allahut që je, aq më shumë prej të mirave të Allahut fiton. Kjo është matematika. Sa më shumë sakrifikon për Allahun, aq më afër atij je. Sa më afër Allahut që je, aq më shumë prej të mirave të tij ja merr. Aq më shumë prej të mirave të tij ja ke. E kjo është kuptimi domthon i namazit edhe i kurbanit, edhe normalisht këtë e vërteton ajeti i surës An'am që lexojmë pak më atë, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazi, kurbani, jeta dhe vdekja ime, të gjitha këto janë për Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu prej kuptimeve në lidhje me këtë ajet, fasalli li rabbika wanhar, thënë ulemat se përderisa namazi dhe kurbani që kanë adhurime me të cilat i afrohet njeriu Allahu dhul xhelal, atëherë besimtari nëpërmes namazit edhe kurbanit tregon edhe falëndrimin ndaj Allahut për të mirat që Allahu ja ka dhënë atij. Siç u përmend pak më herët, kur tha inna a'tainaka al-kauthar, ne të dham ty kautherin, dham shumë të mira në dunjë dhe të dham kautherin, lumin e xhenetit në ahiret. Edhe andaj, përderisa Allahu i jep besimtarit të mira në vazhdimsi, atëherë besimtari duhet me falëndru Allahun pa kufi. Dhe s'ka dyshim se prej formave më të mira që njeriu e falëndron Allahun përsëri është namazi edhe është Kur'ani, adhurime gjigante madhështore që besimtarin të tregon gatishmërinë e tij totale për sakrificë, për ulje dhe për nështrim dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj, fasalli li rabbika wanhar, ulemat e tefsirit që përmenda më herët kanë thonë se ky ajet është argument për namazin e bajramit, sidomos për namazin e kurban bajramit dhe për therjen e kurbanit. Thot Ata ibn Abi Rabah, rahimullahu ta'ala, një ulemave tefsirit, talebe i Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma,
Thot fasalli li rabbika wanhar, fasalli salat al-Eid. Fale namazin e Bajramit. Andaj thot ky ajet është argument për namazin e Bajramit edhe për therrjen e kurbanit, ngoni tani. Dhe se kurbani duhet theret pas namazit. Pika e nxjerri se kurbani duhet theret pas namazit? Pi vetë renditjes. Se nëse ju kujtohet çka thamë pak më herët. Çdo shkronjë në Kur'an e ka vendin e vet. E nuk ka ardhur fesalli li rabbika wanhar, falu për Zotin tanë dhe therr kurban rastësisht me këtë renditje. Do të shkon e fal namazin e Bajramit, kur kthehesh për namazin e Bajramit e therr kurbanin. Për shembull, na mos me paskon ulema edhe me paslizu Kur'anin, s'kesh me pas gutimin na me thonë se kjo është çështune. Ama për shkak se Kur'ani në gjuhën arabe, edhe ata që njohin gjuhën arabe mirë e dinë se kjo renditje është e qëllimt, atëherë e nxjerrin këtë konstatim. Andaj ulemat kanë thonë kurbani është për simboleve më të mëdha të Islamit dhe është obligim për gjithë besimtarët në të gjitha vendet që kanë mundësi normalisht me therr kurban, edhe në këtë rast është i bashkangjitet namazit për me tregu domethënë se ashtu siç jemi urdhëruar me fal namazin, jemi urdhëruar edhe me therr kurbanin. Edhe andaj te meselja e kurbanit, do thotë a është vajib, a është sunnet, Imam Ebu Hanife rahimullahu taala dhe shumë ulema e kanë marrë këtë ajet si argument se therrja e kurbanit është vajib. Për kushdo që ka domethënë pasuri që i tepron për atë ditë Bajramit dhe duhet me therr kurbanin, ka obligim, ka vajib me therr kurbanin. Ulemat tjerë kanë thonë që është sunnet, mirë po. Dikush ulema ka thonë ky ajet është argument se kurbani është vajib për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa atë ka urdhëruar Allahu. E jo muslimant. Fesalli li rabbika wanhar. Ti o Muhammed fal për Zotin tënd dhe therr kurban. Mirë po, a është ky konstatim i saktë? Jo. Pse sa të namazi, çka bëhet në të? A është namazi obligim vetëm për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, namazi i Bajramit apo edhe për muslimanët, edhe për muslimanët? Atëherë, sikur është obligim namazi për këtë muslimanët, edhe kurbani është obligim për këtë muslimanët. Gjithashtu ulemat kanë thonë se kjo ajet është argument se kurbani atë që e tham duhet theret pas namazit, pasi të përfundon namazin, fesalli, fale namazin, përfundoje, wanhar pastaj therrë kurbanin. Gjithashtu kjo ajet kuranor është argument se therrja e kurbanit deve është më mirë se sa therrja e kurbanit lop, se sa therrja e kurbanit dele, se sa therrja dash, se sa therrja e kurbanit sjap apo dhi. Se tha wanhar. E pa tregova dallimin më herët se kur thuhet wanhar ka qëllimin therrjen specifike që me të bëhet deve. Gjithashtu kjo është e nxjerrur nga kuptimi i jashtëm i ajetit kuranor. Gjithashtu ky ajet është argument se therrja e ndonjë kafshë për dikan tjetër veç Allahut, me ju afru dikujt tjetër veç Allahut është shirk. Nuk është gjuna, po është shirk, kufër, del pi feja. Pse? Lianna dhabha ibada. Sepse therrja e kafshëve duke ja dedikuar dikujt është adhurim. E këtë adhurim, nëse ja dedikon Allahut, është adhurim gjigant madhështor. Nëse ja dedikon dikujt tjetër veç Allahut, është shirk, mëkat fatkesisht shumë i madh. Andaj thot Allahu dhe fasalli li rabbika, për Zotin tënd dhe për të therr kurban, jo për dikant tjetër. Dhe thot Allahu dhe kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj namazim, kurbani jem, jeta dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botrave, la sharika lah, i cili s'ka ortak. Wa bidhalika umirtu wa ana awwal almuslimin. Me këtë më ka urdhëruar Allahu dhe unë jam musliman i parë. Andaj këtë adhurim, nëse ja dedikon dikujt tjetër veç Allahut, bën shirk. E Allahu shirkun nuk e fal. Andaj me marr një kafsh, me shku me therr kurban te një tyrbe dhe me ja dedikue vdekurit në tyrbe është shirk. Allahu na rrit. Fatkesisht hala kanë vende musliman me emra
që shkojnë edhe therrin kurbane në për vore, në për tyrëve, duke ja dedikue atë kurban atij të vdekurit atje. Kjo hasha wa kella është shirk, edhe besimtarët më konë syqel, vigilent, mos me leju vetës, po se po pas tjerëve, normalisht me këshilla, me sqarime, me urtësi, me davet, me ranë këtë gabim edhe këtë devijim. Gjithashtu fesalli li rabbike wanhar, fal për Zotin tanë dhe therr kurban. Ulemat kanë thonë që ky ajet, ky urdhën që ti të preokupohesh veç me namaz, edhe me sakrificë, me kurban, realisht don me të botë tërbije, ti mos me u mërzit për dunjë. Se këtë çka kije, sa do që është pak, nëse duhet edhe atë me sakrifiku, dush me sakrifiku. Mos me leju mu mashtru në vrapimin tanë pas dunjës, edhe mos me u mërzit nëse hub diçka për dunjës. Se qëllimi i jetës tonë çka është me u falë për Zotin tanë, për Zotin tonë dhe me sakrifiku për të çka kemi. E kuptoni? Objektiv e jetës. Fasalli li rabbike wanhar, o Muhammed. Këtë jeta jote duhet me të shku ti të u falë Zotit tanë dhe ti të sakrifiku për Zotin tanë. Ama unë së fitova pasuri, punë e madhe. Ama unë së fitova pushtet, punë e madhe. Ama unë së fitova famë, punë e madhe. Ama unë së fitova autoritet, punë e madhe. A jetin këtë rrugë, të ju falë Zotit tanë dhe të sakrifiku për Zotin tanë, ti e të punë më të madhe. Edhe fitimi për kësaj është më i madh se këtë fitime tjera. Kjo është porosi shumë e madhe për mua dhe për ju. Salli li rabbike wanhar. Këtë jeta jote duhet me qenë në shërbim të këtij objektivi ose kësaj objektive. Këtij qëllimi. E këtij objektivi. Që na gjithë jetën tonë ta kemi për kushtim për t'ju lutur Allahut dhe për sakrifiku për Allah. Andaj ulemat kanë thonë fihi l-ishara, ky ajet e jep edhe një mesazh që mos këshir rreth e përqark njerëzit që i ki, se çka thojnë ata për ty edhe çka synojnë ata me ty. Mos brengose ajo çka bëjnë ata me ty, çka dojnë me bëu ata me ty. Ti vazhdo në udhën tonë të faljes për Zotin tanë dhe sakrificës për te. Nëse vazhdon këtë rrugë, Allahu ka me ngrit, Allahu ka me të bëjë për atyre që u jep mirësitë shumë të jep kautheri. Ashtu siç ndodhi me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ulemat kanë thonë, fasali rabbike wanhar, nuk tha wadahi therr, po tha, domethënë prej, po tha therr, që ti kuptoj që në kuptoj të gjitha kurbanat, për të më i larti, që është devja dhe të më e vogla. Kjo është një porosi. Pastaj ulemat kanë thonë, nëse namazi është adhurimi më i madh fizik, trupor, atëherë edhe kurbani më i madh është kurbani i devës. Domthonë sigurisht është namazi më i madh, adhurimi më i madh trupor është namazi, ashtu edhe sakrifica më e madhe është therrja e kurbanit deve. Kjo është. E dyta kanë thonë ulemat, është isharet se ky pejgamber që s'kishte me çka me mbush barkun, sa që me mujë nuk u dheske zjarr në shtëpinë e tij, do të vjen koha që veç deve ka me therr për kurban. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxhin lamtumis i therri 100 deve kurban. S'pat kur gjo, e Allahu i dha shumë. Edhe kjo është gjithashtu për mesazheve që kanë përmendur ulemat, është isharet, ti tha fal namaz dhe therr kurban, do të therr deve. Po s'ka mune. Sot s'kia ma nesër kemë pas. E ç'është ndodhi? Isharet se ti sot s'kia ma nesër kemë pas. Kjo është për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a për muslimanët është se domethënë nëse ti therr kurban nuk varfnohesh, por vetëm se shton bereqetin.
edhe mos shkel me therr një delet kose likur me nxeserin kom. Po këshire kurban jot letjet për më të mirëve në pazar. Zgjedhë më të mirin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam therke në fillim dash me brina edhe trash. Një për vetin, një për umetin. Dash të majm me brina, si sot për shembull në Bajramin e kaluam, i dash me brina i majm u shet ke 400-500 euro. A një dele thjesht 150-60 euro për shembull. Dallimi është 3 fish. Ma ishte. E tash nëse ti të ka dhënë Allahu pasuri, shko therr dash. Jo më thirr, e tash një mesele, po du me përmend dhe me them përfundu edhe pse ka Allahu mesele tjera. Kur të ofrohet në pazar 140 euro një kurban, edhe kur ta shofsh atë dele sa një mac me nxeserin kom, edhe ta therish një dele të majm apo dash trash me 200 euro e përpjet, e kiti mundësi cilën dush me therr 140 euro. Jo 200 euro dush me therr. Nëse ki me therr kurbanin këtu te na me 170 euro, 200 euro, edhe me therr një kurban në Afrikë me 70 euro, ku dush me therr kurbanin këtu te na? Që atë mishti me hongër vet, që është sunet, edhe me nda me familjarë dhe me dashamir. E kryen obligimin edhe atje, ama këtu, se cili prej neve din mas mirti për vetën e vetë, ka një lloj hile. Se ti nuk e bën atje pse është ma mirë ose ma e dobishme. Po e bën atje pse është ma e lirë. Se për shembull, me konë e kundërta. Me konë kurbani këtu te na 200 euro, atje me konë 300 euro. Ata vdesin unt, e te ne ka boll. E kishe qua atje, apo kishe therr këtu? Nëse thot dikush e kisha therr atje, tham tamam, ti kanë e burr, ti ku dush therrë, tamam. Ama shumica kishin therr këtu, se 200 euro këtu ma lirë. Mesela e tretë, nëse therr ti kurban dele, më një vend që s'hat mishi deles, ose nuk është kulturë me hongër mish deles, si kusht është e na, edhe t'ja qën familjes fukara, ose familjes tone, mishin e deles, si mish kurbani, edhe kur dash të shku të familja tjetër e shef e kanë gjyt të bërloqet, mishin e kurbanit, se është i deles, i vjen era, nuk e han, edhe me therr lop, që është mish që të ne had standard, ama me therr kurban lop, po del ma shtrenjt, se do thot 200 e kusër euro të me dhonë për me mush hisen e 7 hiset për një lop, po del ma shtrenjt, e ti për therr dele ma lirë, ama mishi deles hudhet në bërloqe, a mishi lopës dhe më thonë e marrin familjarët edhe e përdorin se e kanë ushqim standard, cilën kurban dush me therr ti, a deles që gjuhet, apo të lopës që është mashteta më hat, të lopës që është, edhe pse është mashtet që hat. Që janë rregulla standarde nga rregullat e fesë edhe që janë sharu ulemat dhe hoxhallarët, mirë po fatkeqësisht na e shohim praktikën tonë se njerëzit tu bëjnë hile. Edhe këshirin ko është ma lirë, se këshirin ko është ma mirë. A muslimani ka detyrë dhe obligim me ba atë që është ma mirë, jo që është ma lirë. Nëse ka mundësi, më s'ka mundësi, Allahu se ngarkon askënd për te mundësive që ka. Ande këto janë disa mesele, dhe psa ka Allah mesele të rëndësishme që lidhen, domethënë, me këtë surën El-Kauther, pra atë që kemi thonë para 6 viteve dhe këtë që e thamë sot, e vazhdojmë me plotësu inshallah të ndonjë ders të ardhshëm përsëri që për ta kuptuar unë edhe ti edhe na se në Kur'an sado që lexojmë, sado që mësojmë, sado që flasim, përsëri krejt mund t'i themi. Allahu Dhul Jalal e bëft Kur'anin pranverë të zemrave tona. Allahu i lidh zemrat tona për Kur'an, e lexofshmi Kur'anin vazhdimisht në jetën tonë, u shoqërofshmi vazhdimisht me Kur'an këtë dynjë, që inshallah të na shoqëron Kur'ani në ahiret, e të bëhet shkak për të na ngrit gradat tona në xhenet, e për të qenë inshallah për atyre besimtarëve që Kur'ani vjen edhe ndërmjetson edhe na shpëton. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.